kundërshtim me nenin 31 të ligjit. Zëvendës kryeministri Arben Ahmeta e akuzoi drejt për drejt pasardhësen e tij Belinda Balluku për koncesionin e rrugës Tuman Kashar. Në Çimpeka Live Ahmeta deklaroi se kur ai ishte ministër financash, kishte miratuar projektin e parë të rrugës, që kishte kosto të ulta dhe nuk i shkaktonte dëm shtetit. Por pasi në krye të Ministrisë së Infrastrukturës erdhi Belinda Balluku, ajo rishikoi kontratën në kundërshtim me vendimin e gjykatës, duke rritur koston e projektit. Tuman Kashari ka probleme serioze. Unë nuk do t'i lodh qytetarët me detajet e Tuman Kasharit. E para njerë që Tuman Kashari është dhënë me vullnet, është ndryshuar çdo gjë nga kontrata e parë, në kundërshtim me vendimin e gjykatës që unë e kam lejuar, janë rritur kostot, është rritur ngarkesa në kurizë të qytetarëve, është një koncesion i dhënë kujt i do qefi, me mënyrën se si i do qefi, nga kryeministri dhe Plaçkeci. Arben Ahmeta ngriti hije dyshime për këtë koncesion pasi pikat kryesore të kontratës së ndryshuar fryn kostot e rrugës, duke sjell pasoja në xhepat e qytetarëve shqiptar. Nuk autorizoi kontratë re. Autorizoi negociat, ndërkohë që kontrata e parë nuk hyri kurrë në fuqi. Afatin e kontratës i ka ndryshuar, modeli ekonomik të ka ndryshuar, burimi të ardhurave të ka ndryshuar, garancia buxhetore nga 0 është rritur, norma e kthimit është 7.6 në 8.11. Janë ndryshuar kushtet thelbësore në kundërshtim me nenin 31 të ligjit dhe ka hije dyshimi përtej se çfarë ka ndodhur me personat e përfshirë. Por, unë nuk do t'i lidh. Dhe mos harroni që për sa i përket qytetarëve, përveç që paguajnë, janë hequr rrugët dytësore në investim. Dhe një fakt tjetër, kontrata bazë e para dhe detyrimi ishte që të mos përdorej gjurma. Sipas ish zëvendës kryeministrit, Belinda Balluku ka zgjatur edhe afatin e kontratës me kompaninë koncesionare, ndërsa kjo e fundit ka përdorur deri në 10 kilometra rrugë nga gjurma ekzistuese, gjë e cila nuk ishte parashikuar në kontratë pasi kompania do të duhej të ndërtonte një gjurmë krejtësisht të re.